njeriu bën sabër sepse kalon. Çdo gjë që njeriu ballafaqohet këtë jetë, kalon, madje edhe sprova të mëdha që njeriu kalon. Edhe sfida të mëdha që njeriu kalon. Andaj pra sabri ne sot kur i them diku baj sabër. A duket dikuj si zgjidhja më e pavend që dikuj na jep. Kur të thosh dikuj ban sabër, kupton. Ka nis për shembull një projekt caktuar, ka hasur pengesa të caktuara, më thu ban sabër vëllai, thotë vëllai të xhama zgjidhen son sabër, apo thosh vëllai ban sabër në edukimin e fëmijëve, thotë mora ata spëngojnë tipo gjatësi, kur ti thosh vëllai, thotë filan harami s'po ti do të më bë sabër, apo mi ka makia ndoshta printe vjetë, printe smut, printe me probleme, kupton, vjen ndoshta në kohë sill, do të thotë do të më bë sabër vëllai, sabër. Nuk shihet si zgjidhja e duhur, kupton? Ky është realiteti. Për atë arsye në mungesë të pamjes së sabrit, si zgjidhje e duhur dhe si mekanizëm i cili na shtyn drejt sukseseve, në tejkalimin e problematikave, në arritjen e sukseseve, nëse nuk e shohim sabrin si armën më të fuqishme të cilën na e posedojmë, na do kemi shumë më mrrinja, kupton? Në pejgamberi alayhis salatu wassalam, në fillimin e shpalljes, në fillimin e torturave të mëdha të cilat i posedonin, të cilat i psonin muslimanët në Mekë, pejgamberi mi pa njerëz që duke u maltretu, duke u lëndu deri në skajshmëri, madje deri në flijim. Edhe çka i tha? Tha sabrun ali Yasir. Sabër bani o familja e Yasirit. Sabër bani, kupton. Se s'ka mundësi ma shumë e bërë diçka për juve. Inna maw'idukum al-janna. Ama që ky sabër apo thon, bani sabër sepse funi apo thon dhe premtimi për çita është xheneti, apo thon. Andaj pamja e sabrit si një nga mekanizmat më të fuqishëm, si një nga armë më të fuqishëm, si një nga forcat më të mëdha që dikush prej neve e posedon dhe e ushqen. Andaj Allah subhanahu wa taala në sa ajete kuranore na thotë wasta'inu bis-sabri was-salah, ndihmoni me sabër. Ndihmoni me sabër, ndihmoni me namaz. Inma yuwaffi as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Thotë Allah subhanahu do mos sabërlive ka dhënë Allahu është problem, madje pa llogari. Ndaj pamja e sabrit si domosdoshmëri e shoqërimit të jetës tonë, edhe në aspektin fetar, në aspektin e dunjos është e domosdoshme.